17-vjeçaria Megi Stafa është nxënëse e vitit të tretë në shkollën e mesme të gjuhëve të huaja Asim Vokshi. Italishtja është gjua kryesore, edhe pse ajo mëson si anglisht dhe frëngjisht. Megi tregon se e ka zgjedhur këtë shkollë profesionale pasi ajo e sheh të ardhmen e saj tek përkthimi. E si një adoleshente që adhuron letërsinë, dëshiron ta shqipërojë atë ose anasjelltas. Poezitë që unë krijoja kisha dëshirë që t'i botoja edhe në gjuhë të huaj, t'i përktheja, dhe mendoj se tani ëndra ime po bëhet realitet, sepse mund kem mundësi t'i botoj dhe në gjuhë të huaj të jem vetë përkthyesja dhe mos kem mundësi t'i përkthej nga dikush tjetër. Por Megi është vetëm një nga 850 nxënësit që ka aktualisht shkolla e mesme e gjuhëve të huaja në Tiranë. Një pjesë e madhe e tyre e shohin veten si përkthyesit e të ardhmes, edhe pse në ditën ndërkombëtare të përkthimit, Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, një përkthyese në profesion, deklaron se mungesa e kritikës ka sjellë cilësi të dobët të asaj çka shqipërohet sot. Mungon kritika e përkthimit dhe kritika e përkthimit është një gjë kaq e rëndësishme siç është edhe kritika e artit dhe kritika e letërsisë. Ato shkrime me natyrë kritike të librit vazhdon flitet për rëndësinë e autorit, për rëndësinë e tekstit dhe ende nuk thuhen dy rreshta për mënyrën se si është përkthyer. Por me status krijuesi ose jo, përkthyesit që zgjidhen nga botuesit për shqipërimin e autorëve të huaj, në pjesën më të madhe janë student ose fillestar, të cilët paguhen pak për të ulur koston e publikimit të një libri, për të mos thënë që shpesh përdorin edhe shërbimin Google Translate. Për Megin, gabimet kuptohen tek letërsia e përkthyer amerikane. Gjuha amerikane dhe gjuha angleze janë pothuajse njësoj, por ka diçka që ndryshon, është dialekti, janë thekset, gjithçka, nuk është njësoj.